Të dashurit e mi, një ditë gjithë shka do të dalë në pa. Gjithë shka do të dalë në pa. Jëtë vetëm veprat e tona, por edhe ajo që kemi fshehur thellë në zemrën tonë. Një ditë do të dalë në pa. Ndoshta askush nuk e di çfarë ndjen, çfarë lufton vetë, çfarë lufton brenda vetës, por Zoti e di dhe ai një ditë do ta nxjerrë në dritë. Askush nuk e din çka fshefim në këto kafazat e tonë që i bartmi në gjuksat e tonë, është fjala në zemrën tonë. Mirë, po vjen një ditë dhe një moment para madhnisë së Zotit Dhul Xhelal që do të shpërfaqen dhe do të lexohen dhe do të nxjerrën në pa të gjitha ato që zemrat e tona i kanë bartën. Iblisi adhurante, por u rrëzua nga mendje madhësia. Iblisi adhurante, ai gjithmonë e kishte vetën në pa, i pari jam. Kush nuk mundet me mu afru. Dhe zatën a ju bë kryelarti më i madh. Mirë, po nga ky pozicion i mendje madhësijës u rrëzua. Sikur që Ademi alayhi salatu wassalam gaboi, por Ademin alayhi salam e ngriti pendimi. Gaboi Hazreti Ademi, mirë po famën, emnin, prestigjin, pikë reference që u bë atëherë kur u pendu. Atëherë kur u pendu, ai u ngrit dhe ai mor autoritet. Këtu qëndron dallimi, jo tek të qenit pa gabime, por te kthimi, te përullësia dhe te vetëdijsimi. Këtu qëndron dallimi. Nuk është për ta bërë një diferencë për të vetë quajtur se unë jam pa gabime dhe gjithmonë për të pretendu se unë nuk gaboj. Nuk është qëllimi, do thot këto. Mirë, po qëllimi është tek kthimi, tek përullësia dhe tek vetëdijsimi. Mos u lë duke u dukur perfekt në sytë e botës. Shumë njeriu lodhët, dërmohet, duke u duk para njerëzve se unë jam i mirë. Ky e dërmon veten, e shkatron veten. Kot, mbi të gjitha në fund, kot është me u duk para njerëzve se unë jam më i miri i botës, apo perfekti. Kujdesu për atë që kur je vetëm me vetën tënde. Kjo e bën diferencën. Duhet të kujdesmi për vetën tonë kur jemi vetë. Se si jemi, si po sjellemi, çfarë qasje kemi, çfarë mendime kemi, çfarë veprime bëjmë kur jemi vetëm, kur nuk na shohin sytë e njerëzve. Kjo e bën diferencën mes asaj kur je në publik dhe dërmon vetën duke e bin të tjerët se unë jam i mirë. Ti vetëm krahasoje kur je vetë, çfarë sjellje ke, çfarë mendime ke dhe si dukesh. Kjo e bën diferencën më të mirë për me nxjerrë në pa shpirtbardhsinë tonë, mirësien tënde dhe të njëjtën kohë të qenurit një besimtar ideal, ashtu qysh e kërkon Zoti Gjelle Shanuhu e Gjelle Gjelaluhu, si që kërkon profeti Muhammed alayhi salatu wassalam dhe si që na këshillojnë dietarët e mirëfillt. Dashurit e mi, çdo njeri duhet pyet veten në heshtje.
a është zemra ime e pastërt? A ka endje mendje madhësi, zili, apo vetë pëlqim brenda meje? Çdo njëri do ta pyes veten, nuk ka nevojë, do thot për të pyet tjerët. Ai poeti që ka qenë edhe hoxha dhe poet, Ahmet Shkodra, ai gjithmonë e ka përsërit një fjalë. Kur është pyet, a ga hoxh, si je? Thot ty Benedicqa. Thot pse? Thot pyeti tjerët për mu. A mu, hajde pyetëm për tjerët. Ka kohë, thot, që na shqiptarët nuk imi të njohë vetë vetën tonë. Do të me harë dikush nga jashtë, më na i tregu aftësitë tona, mundësitë tona, kapacitetin ton, kontributin ton, cilën e japim, do të me harë dikush nga jashtë më na tregu, se na shpesh nuk i njohemi aftësitë dhe mundësitë tona që i kemi. Sepse shpëtimi nuk është në pamje, në dukje, por në një zemër që lufton çdo ditë për të pastru. Shpëtimi nuk është për mu dukun i mirë, vetëm aspektin vizual. Mirë, po shpëtimi është në atë që ne e luftojmë çdo ditë në zemrën tonë për të pastru, për të forcu, për të eduku, për të dhënë më të bukurën dhe më të mirën, sepse zemra është pasqyrë e gjymtyrëve tona, e të jashtëmës tonë pasqyrë është zemra jonë. Këtë mund të lavdrohet dikush se unë në zemër jam i mirë. Atë e shohmi në veprimin, të gjymtyrët e tua, të mendimet e tua, të fjalimet, të lëvizja, të veprat e tua, kjo është pasqyra, zemra jonë në veprat e tona. Për këtë arsye, i shpëtuar është ai që e pastron shpirtin dhe i humbur është ai që e ndot atë. E ndot atë. Një pjesë e njerëzve shumë kujdesen për pastërtin, edhe është në rregull, edhe kemi pjesë të imanit pastërtin, nuk guxon me u mendu një musliman, posaçërisht një fetar, i papastërt në fizikun e tij, në dukjen e tij, në ambientin ku jeton e punon, në shtëpinë e tij, në oborrin e tij, në punishtën e tij, nuk guxon me u paramendu një musliman i papastërt apo i ndot. Mirë, po një pjesë janë shumë të kujdesshëm në këtë që po e them unë. Shumë janë të kujdesshëm në pastërti. Mirë, po me veprat e tyre e ndotin shtëpinë e tyre, ambientin e tyre, punishtën e tyre, ku jetojnë e punojnë, e ndotin me veprat e tyre. Andaj na kemi nevojë për një besimtar të pastërt mas pari në zemër, në mendime, në fizik dhe në ambient. Me këtë fillum për të vazhduar me dytën, dashurit e mi, mos gjyko në pamjen e jashtme. Mos gjyko në pamjen e jashtme, sepse ka edhe zemra të pasura nën petkat e varfra. Ka shumë zemra të pasura, mirë, po rrobat i kanë të varfra, modeste i kanë rrobat. Ama zemrat i kanë të qeltërta, të pastërta, dashamirëse, plot vullnet mirë, edhe pse rrobat nuk i kanë të mira. Po edhe e kundërta është. Kemi njerëz që rrobat i kanë të firmave më të mira. Parfumat që po reklamohen sot janë 2 metra, mirë, pa ata në 10 metra e ndëgjon parfumin e tij. Amo zemrën e ka të kontaminume, zemrën e ka shumë të prisht, mendimet, idetë e tina janë shumë dhe të prishta. Për këtë arsye, mos gjykoni pamjen e jashtme. Mund të ketë dikush petka jo të mira, mirë, po zemrën e bart shumë të pastër dhe shumë të mirë, dhe zatën shijen çdo gjëje
ja jep e mbrendshmja. Shien ja jep do thot e mbrendshmja. Të dashurit e mi, Muhammed El Ghazali, Allahu e mëshiroft, thot, aty ku ka udhëheqës arrogant, aty ku ka udhëheqës arrogant, ka pasus servil dhe përkrahës hipokrit. Aty ku ka udhëheqës arrogant, diktator, aty ka pasus servil që ja bojnë rafsh, që i thojnë mirë e ki edhe kur nuk e ka heq mirë. Kur është edhe gabim totalisht, ata i duar trokicin atina, për krahësit e këtina janë hipokrit, janë dyftërsh, janë munafik. Për këtë dashurit e mi, gjumaja qëndron mes dy thirrjeve. Gjumaja qëndron mes dy thirrjeve. E para, kur dëgjojmë ezanin, të nxitojmë për ta falur namazin. E dyta, kur përfundon namazi dhe hutbja, shpërndahemi në tokë dhe kërkojmë mirësitë e Zotit. Gjumaja i ka këto dy thirrje që na jep mesazhin më të mirë. Çfarë thirrje të bën Zoti? E para ka ardhur në mënyrën urdhërore. Kur ta ndëgjoni ezanin, thirrjen për namazin e xumas, të shpejtoni për t'ju përgjigj, ta ndërpreni punën, ta ndërpretni shitblerjen dhe të shkoni për ta falën namazin e xumas. Mënyrë urdhërore, nuk duhet të diskutohet kjo. Mirë po, përsëri ka ardhur në mënyrën urdhërore, kur të përfundon namazi i xumas, në mënyrë urdhërore, me automatizëm, me u kthy te vendi punës, te punishtja, te organizimi jetës së dynjas, me automatizëm, me shpejtësi, me u kthyen aty. Dashurit e mi, asnjëra prej këtyre nuk duhet me u neglizhu. E para për të falë dhe për mos me humb edhe këtë botë, edhe botën tjetër, mirë po edhe dyta, por mos me anashkalu në asnjë formë punën dhe dynjan. Për këtë arsye, Zoti don të ju përgjigjet dhe të ju jep përgjigje edhe atyre që thojnë, po ne nuk mund të vinë xuma sepse unë jam të punu. Allahu dhul gjelal po të thotë, musliman, ti e fiton me xhuman edhe dynjan edhe ahiretin. Xhumaja nuk është më të neglizhu nga dynjaja, për kundrazi, mesazhi i xumas është më të lidhë me Zotin dhe më të lidhën me dynjan. Kush i bashkon të dyja, me të vërtet, fen si duhet e ka kuptu. E katërta me radh, Muhammed El Ghazali, Allahu e mëshiroft, na thot, kush u a vështërson këtë botë njerëzve, do të vështërsoj botën e përtejme, sepse varfrimi i qëllimshëm i njerëzve është shkak i prishjes së moralit të tyre. Përhapjen e veseve, mungesën e fesë dhe sjelljen e keqe. Ata dhe ato që me qëllim, me vetdije, u avështërsojnë jetën njerëzis, e kanë për qëllim varfrimin e qëllimshëm të njerëzve. Cili është varfrimi qëllimshëm i njerëzve? Që njerëzve tua mohosh mendimin e lirë, veprimin e lirë, që njerëzve tua mohosh mësim e lexim,
shkollim e punësim, që njerëzve me vetdije tua vështirësosh dhe ti pesimizosh nga kjo dynja dhe gjithmonë t'ju dhosh leksione se ne e kemi ahiretin, për këta tjertë ashtë do të thot kjo botë. Këta njerëz me qëllim me vetdije i varfnojnë kokat e njerëzve, e neve përna interesant të muslimanve, e Allahu e don, e ato e promovojmë në të ditë një fetar, aktiv, punëtor, produktiv, progresiv, i edukum, i kulturum, i moralshëm, vizionar, një njeri që gjithë potencialin e vetë e lëshën në shërbim të vetës, të familjes, të fesë, të adhejot e të njerëzimit në përgjithësi. Për këtë musliman kemi nevojë të dashurit e me, vëllezër dhe ju motra. E gjashta me radhë, thot, sprovat janë dy lloje. Disa që burojnë nga mendja jonë, dhe disa që vinë nga Zoti. Shumë letë ne muslimanët po e ngushëllojmë vetën. Ka ndodhë diçka, sprovo, s'kishka me bo. A je ndalë me mendu ndë njëherë, mos janë valë disa sprova nga faji jonë, nga mos menaxhimi i drejt i yni, nga mos planifikimi i sakt i yni, nga pavedia e jone qëllimshme, mos rasisht e betohëm në Zot, se çdo njani prej neve, kur t'i hyme dhe t'i analizojmë, se na imi t'i thonë edhe dështimeve tona, paftësis tonë, mos menaxhimit të mirë drejt tonë, sprov. Vallaj qesharakin atu dalë. Definitivisht qesharakin atu dalë. A i kemi shtru pyetje me thonë edhe betohëm që shumic e atyve që imi t'i qujtë sprova janë për shkak defekteve mos menaxhimit drejt dhe mos orientimit drejt nga vetëne. Nuk janë nga Zoti. Besoni që nuk janë nga Zoti. Ato që duhet të na shqetësojnë janë sprovat që lindin nga mendja jonë. Ndërsa për ato që vinë nga Zoti, duhet të qëndrojmë të qetë. Duhet të qëndrojmë të qetë, sepse ai që e sjell është falës, njëjtën ku është mëshirus, po të njëjtën ku është edhe udhëzues. Ai që e sjell sprovën. Mirë po dashurit e me, ne kemi liri në shumë çështje. E atë liri nuk jemi duke e menaxhu do të drejt. Edhe jemi të qujtën nga paftësia jonë, nga papërgatitja jonë, sprov. Jo, nuk është do të sprov. E shtata me radhë dashurit e me, derisa të na besojnë këtë botë. Është një temë që ka nevojë të rrohet shumë. Mirë, po ne sot e përdormi vetëm si mesazh xumaje. Derisa të na besojnë. Dashurit e me, një pyetje që na duhet t'ja bëjmë. A të na besu be dikush neve? Çështjen e dynjas, a është duke na i besu neve dikush? Po, vallahi ti je besimtar i mirë, pasha Zotin, këtë njeri e dëni lumi Zot. Ama dikush nuk ka të besu kur gjon për këtë dynja. Po gabon e për i thu vetës se unë jam besimtar i mirë. A tu ta besu dikush fëmijën me armë me eduku ti, me të pru të ti. A është duke ta besu një amanet të fjallës ty. A është duke ta besu një çështje madhore familjare ty. A është duke ta besu parën, biznesin ty. A është duke ta besu dynjan me një fjallë ty. Po, falendero Zotin, pashat madhen Zot, ti edhe për ahiret je i mirë, edhe për njerëzit e tjerë je i mirë.
Vesh nëse dikush nuk t'i beson ty 100 euro. Nëse dikush ty nuk t'i beson një fjalë më ta thonë. Nëse ty nuk t'a beson dikush qelësat e kerrit për më t'i dhonë. Vallaj, kujdesu se nuk je i mirë as për dynja, as për ahiret. Për këtë, derisa njerëzit të na besojnë për këtë botë, do të kenë të vështirë, derisa njerëzit të mos na besojnë neve në këtë botë, do të kenë vështirë të na besojnë botën tjetër. Si ta besojnë këtë botë? Folje për Zotin, folje për xhenetin, folje për ahiretin, folje për botën e përtejme. Kërejt kanë më ta besu. Ama kur nuk ta besojnë këtë botë, po gabon e pjo folë për natona. Ja, pa çfarti. Kush nuk ta beson? Ka nga ata që vetëm pse i kanë besuar kësaj bote, janë të gatshëm të sakrifikojnë edhe për botën tjetër. Shikoni bankat, ku njerëzit depozitojnë parët e tyre, spitalet, ku a besojnë shëndetin, universitetet, ku a besojnë edukimin e fëmijëve. Pikërisht për këtë arsye, arabët e besuan Muhammedin a.s. edhe para shpalljes hyjnore. Para shpalljes, të gjithë arabët i kanë besu Muhammedit. Njerëzillakut ti, besnikris ti, fisnikris ti, moralit të tina, krejt i kanë besu. Deri në moshën e 40 vjeçare, i kanë besu si njeri. Mas moshës 40 vjeçare, kanë filluan me i besuan si pejgamberi Zotit Xhaleshanu e Xhalalu, dhe aje mor epitetin Emin i besueshëm. Nuk është rastisht që me kasit, kur udhtonin, i alenin amanetet më madhore për me i rujt Muhamedi a.s. Ati që i besohet dynjaja, i besohet shumë malet ahireti. Ndërsa ati që nuk i besohet kje bot, shumë vështirë është me ju besu ati ahireti. Amoni besimtarë dhe besimtare. Hoxhallar, thirrsa, njerëzit mas pari neve do të më na i besu dynjan. Nëse njerëzit nuk na i besoj neve dynjan, këtë, lëmëtitmi, këtë flasmi, këtë, 101.000 herë këtë, flasmi do thot për ahiretin. O, musliman dhe muslimane, njerëzit do të më na i besu ahiretin, pa tendenca, hiq, a ka gjamat bukur, se sa dikush 1 vjet ja hup fëmijët për mos me çunë shkollë në klasën e parë, për vetë se don me ja besu e vladin e vet filan mësuesit apo filan mësuesës. A ka gjë më madhore se ti që punon në një administrat, kudo që t'jesh, me një drejtori, me një komunë, me një ministri, njerëzit më të prit me dit apo me orë që me pas punë vetëm me tyje. A ka gjë më të bukur? Arsyeja, o letrat e mia, o a këtë amanetin tem, po du t'ja dërzoj në dorë këti personi. Se kë nuk e nxjerr fjalën. Bile po kallzon jani tha, se policia ka pak po livdon, lajmërani raste se na nuk i nxjerrmi. Pa emna lajmërano, pa emna, tha unë e thirra. Alo, është një rast që shto tha, o, Hasan, ati ja? Tha, shpo vëlla, ma njofti zonë, tha ma njofti. Po unë e pa emën betu lajmërova, nuk ka nevoj, do thot nuk ma përmen emnin, apo kuptan? E po tha, ta njofta zonin. Sa është problem, tha ime edhe një 4 kolegë, që to si kalzojmë kërkujna, nuk i kalzojmë. Dashurit e me, njerëzit kanë nevoj për besnikëri. Njerëzit kanë nevoj më na besu mas pari në dynja. Njerëzit ka nevoj mas pari më na besu në dynja. Nuk ka gjama të bukur se me kalu kilometra për një problematik më ta besu ty më ta thonë që ti me qenë zgjedhës, që ti mos me përhap këtë fjalë. Qa madhora është kja dashur. Kush e ka këtë cilësi, amani ju kuft,
fol një njerëzve për ahiretin, fol një njerëzve për xhenetin, fol një njerëzve për Zotin ati ku fshmi fol. Krejt kanë mju besu. Ama nëse të mungon që kjetë cilësi, që dikush mos më ta besu dynjan, po gabon e pe hap gojen me i fol dikuj për ahiretin. Kush nuk të beson? Heq, fshinje këtë. E 7 apo e 8 me radhë, më ka premtuni me zënë që ka me arë sot, Allahi është përblef nëse ka ardhen, nëse jo, thirë dikush e zonin. Të parët e tanë, vlerësanin shumë besnikrin dashurit e mi. Ata e provanin njeriun për para se t'i afrohen si shok, sepse shoqëria e mirë është pasuri. Kush ka një shok të mirë, pasunin më të madhe e posedon, çka mundësh me kry, me shoqëri, nuk mundësh me kry edhe me vllazni që ti ka bon nona dhe baba. Shoku i hajrit i mirë, ka me arë ndërmjetësus nesër të Zoti Dhul Gjelal për ty edhe për mu. Nuk ka gjoma të bukur se sa me pas një shok të mirë. Amani u kovë dashurit e me. Plesht e tona i kina pas akademika. Kanë thonë, pa e hangër një thes kryp, nuk më dëshmi thonë dikujna shok. Sot një kafe që aty që e pin, a ja ka pagu një kafe, thot, shok e kam, këj burë i madhësht. Po leve 50 cent. Për këtë arsye transmetohet nga një që thot nëse dëshiran ta bësh shok dikë, provoje duke e hidhëru një herë. Pastaj, dërgo dikënd të shohësh nëse flet keq për ty, apo zbulon sekretet e tua. Nëse flet mirë dhe t'i ruan sekretet, afroje përsëri vetën tonë të aj, nëse jo largohu. E ke vrejt o burë, ke pasi, ke mendua, shok i mirë mare. Mirë po gjatë fjalimeve, punimeve, rukëtimit, e ke hidhru pak. O, zoti madh, o, zoti madh, o, zoti madh. O, shejtoni u lodh të shkru, shka ato fol aj për tyje. U lodh dhe shejtoni të shkru. Ka dalë më bu se nuk ka funi botës, nuk ka gabim e gabu, gabim a me vazhdu në gabime. Nështë aj basht ka provokuen. Mos ka dalë merre pak ma ofër zemër. Po dhe nëse është e vërtet që ka fol, ti mos bje në shkallën në graskën e ti, ti qëndra besnik, ruja sekretin, ruja amanetin, ati personi, ruja, mos janë zjerë. Neve ka pak s'po na bojnë dësende, o shmartu njoni. Karna ka kalzu, thot, vesh i lumë i zot që ma ka si, bile na si na konë për këtë rëb, absolutisht, ja, na boni qirake, na boni kështu, e bame. Vesh, i lumë i zot që na i ka s'jel. Ka ndodh një zonk, janë do, që 10 vjetë hala të full kesh për ata. Po le mërbura e do, po, o kry më puna, më s'falë mërbura, ha? Për këtë arsye dashurit e mi, testoni ka pak dëshuk, sepse do janë valoj vesh të gullashit, do janë vesh të mishit dëshuk, e shuki ashtë do thët punë e madhe. Ndoshta sot kemi nevoj të reflektoj më shumë mbi këtë. Jo kush qesh me ne në ditë të mira, por kush na ruan nderin në munges dhe në hidhrim, është shoku i vërtet i yni. Për këtë shok kemi nevoj çdo njoni prej neve. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.